Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj si kameraman në studio për filma për të rritur. Një skenë intime xhirohet 10 herë. Është e vërtet, punoj si kameraman në studio filmash për të rritur. Kur e them këtë, njerëzit zakonisht mendojnë se jam gjithë ditën i rrethuar nga kënaqësia dhe eksitimi. Por e vërteta është shumë e thjeshtë dhe shumë më e lodhshme. Një skenë xhirohet 10 herë, ndonjëherë më shumë. Dita ime fillon herët. Studioja është ambienti i mbyllur, dritë artificiale, kablo kudo, kamera të rënda që duhet i montosh dhe të shmontosh vazhdimisht. Para se të vi kushdo përpara kamerës, ne kemi orë të tëra përgatitje. Ndriçimi, këndet, testet e fokusit, balanca e ngjyrave. Çdo gjë duhet të duket natyrale, por asgjë nuk është e tillë. Kur aktorët hyjnë në set, nuk ka magji. Ka biseda pune, shaka të thata, nervozizëm. Regjizori shpjegon çfarë do, producenti kontrollon orën. Unë shoh vetëm ekranin tim. Për mua njerëzit përpara kamerës janë kornisa, lëvizje, dritë që bie gabim në një cep. Fillon xhirimi, pas pak minutash ndalet. Jo, nuk na pëlqeu këndi, riprovo, ndrysho fokusin, ndalu se ka zhurmë dhe kështu përsëritet. E njëjta skenë, e njëjta lëvizje, e njëjta kërkesë. 10 herë. Ndonjëherë aktorët janë të lodhur, ndonjëherë thjesht bëjnë punën si kushdo tjetër në një zyrë. Askush nuk duket i ndezur. Të gjithë duken të përqendruar që ta mbyllin sa më mirë dhe sa më shpejt. Unë qëndroj pas kamerës me shpinën të krysur, syri në monitor duke menduar vetëm për kornisën. Kur diçka del jashtë fokusit më prishet gjithë puna. Kur drita bie gabim duhet të rifillojmë. Kjo është arsyeja pse gjithçka përsëritet pafund. Në fund të ditës jam i raskapitur. Jo nga ajo që njerëzit imagjinojnë, por nga qëndrimi në këmbë, nga nxehtësia e dritave, nga presioni që çdo gjë të dalë perfekte. Kur del nga studioja, ajo botë mbyllet. Jashtë është thjesht një mbrëmje normale, njerëz që shkojnë në shtëpi dhe zhurma e qytetit. Më pyesin shpesh, a nuk të ndikon? Të ndikon patjetër, por jo siç mendojnë ata. Të bën ta shohësh gjithçka si punë, të çmitizon çdo fantazi, të bën të kuptosh që pas çdo minute që dikush sheh në ekran, ka orë të tëra lodhje, përsëritje dhe durim. Për mua një skenë nuk është ajo që shihet, është ajo që nuk shihet. 10 rifillime, korrigjime, 10 herë e njëjta gjë derisa të jetë okay. Dhe kur mbyllet kamera, gjithçka mbaron si çdo punë tjetër.